Por ne sot nuk do... Dhe sot do vërtetojmë pikërisht me të ftuarin e ditës sotshme, do vërtetojmë pikërisht këtë gjë që jeta njerëzore, çdo gjë lidhet shumë mirë me sportin dhe na prek gjithë. E keni pa filmin, e keni pa filmin City of Angels me Nicolas Cage? E mban mend? Patjetër. Sa i bukur ka qenë. Shumë i bukur, patjetër. Domethënë pak a shumë gjend historia e filmit ishte e tillë që Nicolas Cage dhe aktoria ishte e famshme. Se mbaj mend. Ishte qyteti i ëngjëve pra, domethënë ëngjëjt ishin ëngjët pra që e lidhi me fen. Dhe të gjithë ata kishin mundësi, u jepej mundësia që të ktheheshin në njerëz. Por normalisht refuzonin, sepse ne njerëzit jemi të vdekshëm, ata janë pa vdekshëm. Dhe një nga ata ëngjët bien dashuri me një femër, e më tani si ka emrin, është shumë e famshme. Lejdo na, çfarë vini me mesazh? Lejdo do ta di se regjisor. Lejdo të lutem. Dhe bien dashuri Nicolas Cage me gruan. Pra, si quhet aktoria më? Ta tha Lejdo me mesazh si quhet? Meg Ryan. Edhe dhe jo rastisht do dalte Genti. Pse më kujtohet ky film që është shumë i bukur? Dhe okej, pra siç po thoni, domethënë kishte i ofroi mundësia çdo ëngjëlli që të bëjë njeri për hir të një rrethane dhe ky në emër të dashurisë që kishte për Meg Ryan vendosi që të ishte me të kthehej nga ëngjëll në njeri dhe kostoja do ishte shumë e madhe. Nuk do ishte më i pavdekshëm, por do ishte një toksor si ne të gjithë.